është një Alipash Tepelen, që quhet Edi Rama, i cili ka bërë krimet më të mëdha kundër popullit ton, kombit ton, e çau Shqipërinë e Jugut mes, vetëm prej këtij u bë revolucioni grek nga shqiptarët për Greqi dhe jo për Shqipërinë. Ky është njeriu që e çau fetarisht, që s'kishte ndodhur kurrë, çau etnikisht, kulturalisht, duke krijuar një çarje të përhershme për 200 vjet në favor të Greqisë kundër Shqipërisë, dhe këtë ka bërë Alipash Tepelena, duke shitur gjithçka, duke bërë dhe krime pafund, dhe duke zhbërë gjitha pasuritë e njerëzve. Zhduku shtresme, zhduku gjithë, ishte vetëm ai që kishte gjitha. Dhe ishte edhe homoseksual, mos harro këtë gjë. Alipash Tepelena biseksual, jo homoseksual, biseksual. Ka shkruar Bajroni, por Bajroni ishte dashuri i tij. Charles Bajroni ishte homoseksual dhe ka një poezi për të dashurin e tij Alipash Tepelena, një nga më të famshmet. Dhe biseksualiteti i tij është i nga të gjitha analistët dhe ata që janë marrë me Charles Bajronin në analizat e vet, kanë pranuar gjithë, edhe raportin e tij me Alipash Tepelena. Dhe ky personazh që është Alipash Tepelena, i sotshmi, që atë ka adhurim personal